ka dhënë, do thoja, themelet e asaj revolte ekstreme, mbi të cilën pastaj pati edhe rrjedhime tjera të mëvonshme, shumë të fuqishme, që i dhanë atë goditje përfundimtare ish diktaturës. Jemi në ndeshjen Besa Partizanit vitit 19 në qytetin e Kavajës, një ndeshje e cila do të thoja kishte filluar 2 javë më përpara, teksa punohej nga regjimi i atëhershëm familje për familje, duke i lajmëruar njerëzit që të mos shkonin në ndeshje. Prej kësaj urrëtie për regjimin e kaluar, njerëzit bën të kundërtën, jo vetëm që nuk e bojkotuan shfaqjen sportive, sepse vërtet futbolli në Kavaj është shfaqja më e madhe qytetare, sepse konsiderohet edhe sot pjesë gati një lloj si feja e quajmë në Kavaj futbollin, dhe kemi fatin e mirë që pikërisht në vitet e demokracisë, atë që se kishin bërë shumë dekada më parë, e bëri pikërisht kjo periudhë e ardhjes demokracisë. Besa 2 herë fituese e Kupave të Shqipërisë në 2007-2010, një herë fituese e Superkupës, dhe kisha kënaqësinë si drejtuesi spektaklit për 85 vjetorin e Besës në 25 tetor vitit kaluar, kur në çdo përvjetor tjetër kolegun tim dhe profesorin tim e kam në krahun, po kështu edhe mikun dhe kolegun tim Doja, në çdo përvjetor tjetër nuk kishim arritur që jojmë një emocion tillë me kupa. Këtë përvjetor të fundit që bëm, e kishim me 3 kupa të mëdha, do thoja. Por kupën më të madhe, unë do thoja që e merr populli i Kavajës, i cili me dashurinë e madhe për demokracinë, jam i sigurt se edhe nesër që do të vi kryeministri i Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Nesër atje kjo festë ka këtë përmas qytetare, do të thoja të jashtëzakonshme, po i parapri në këtë parashikim, sepse e tillë në të vërtetë është dashuria. Që do të plotë dhe teknikuar. Pa diskutim, dashuria për demokracinë. Kjo ndodh kështu, e para sepse janë 2 dekada me cilën Kavaja ka nderin dhe meritën të mburret totalisht për kontributet e mëdha për këtë demokraci që e tërmë sot. Zdyti, njeriu e të gjitha zhvillimeve të këtyre 2 dekadave, kryeministri në Shqipërisë e ka pirin e saj për 20 vjetësh, deputet i përjetshëm mund ta quaj, ndërkohë që ka dhe tjetrën, përurohet Pallati i ri i Kulturës, në qendër të qytetit, që plotson, po them, një lloj boshllëku të viteve të shkuara kur sistemi i kaluar e la Kavajën në një gjendje mjerane institucionale, madje ne derivon të gjitha institucionet e qytetit i kemi patur me ndërtesa me qera, me të marra me qera. Ta janë bërë shumë ndryshime. Ndërsa tani e vërteta është që Kavaja po ndryshon pas pikërisht këtyre politikave, do të thoja, më të përshpejtuara. Për fatin e mirë, Kavaja është një qytet i vogël në raport po them me Tiranën, me Durrësin, por sa do pak në hapër me çerksha, po jo, sa do pak ndryshime të bëhen. Në hapër, ëh? Futet shpejt në kuadrat. Për të dalë edhe një herë tek ndeshja me Partizanin. Pasi ndodhen të gjitha këto që në sport u quajtën me zemrën e madhe që derdhi populli sportashës i Kavajës për demokracinë, është bërë fill pas takimit, ndeshja doli në fakt deri minutën e 88 0-0. Në 2 minutat e fundit popullit nuk ju durua më, zaktoi fushën, u fut në fushë, portieri Partizanit ka qenë i madhi Perdat Musta, nga frika i shkretje, nga emocioni momentit e natyrisht Besa fitoi 2-0 dhe kujtoi ish shefin e klubit asaj periudhe që më ka ardhur, më ka thërritur në shtëpi, fatmirë, të lutem, në atë makinë shkrimi të asaj kohe, kemi bërë një tekst ku kemi kërkuar që ngjarja që i përket qytetarëve të fitohet brenda atij standardi që është urrëtia mbar qytetare për regjimin, ndërsa në sport nuk kemi pranuar atë fitore 2-0 në fushë, sepse duke reklamuar, duke thënë ndershëm dhe shumë ndershëm që kjo ndeshje nuk i përket moralit të futbollit Kavajës, 2 ditë më vonë kjo ndeshje është dhënë tavolinë 2-0 për Partizanin. Ndaj, në këtë rast, po them, kemi fituar 2 vlera një herësh. Ruajtëm pastër futbollin, zhvilluam dhe përsosëm me themel demokracinë që e duam më shumë. Kujtim, kemi në një këngë Kavajës, nuk